Shikues nderuar, ju përshëndesim rikthyer sërish të hëna TikTok ku do ndalim ditën e sotme tek zhvillimet e rëndësishme gjeopolitike. Do të flasim për sulmin raketor nga Irani, i cili ka goditur Izraelin duke rritur kështu tensionet në lidhjen e mesme dhe duke shtuar dhe frikën sigurisht për një përshkallëzim të mëtejshëm të konfliktit. Kam të ftuar ditën e sotme generalin Dede Prenga. Zoti Prenga, ju përshëndes, kënaqësi. Përshëndet edhe juve, faleminderit për ftesën. Zoti Prenga, atëherë ashtu si e thash, një tjetër raketë iraniane ka arritur të deportojë mbrojtjen ajrore të Izraelit dhe të godas pranë Tel Aviv, duke plagosur disa persona dhe duke shkaktruar këtu edhe automjete në vendngjarje. Si e keni parë tashmë të gjithë konflikt që po ndodh në lidhjen e mesme? Si mund themi, ky konflikt në 10 ditëshin e parë të tij, në fazën e dytë, do thosha nisur e marrë në konsiderat atë të vitit të kaluar, që ishte lufta 12 ditore mes Izraelit dhe Iranit, por dhe goditja 1 ditore që bëri Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kryesisht në sajtet e ku pasurohesh uraniumi për të krijuar mundësinë e një patjes edhe posedimit të mbushjeve me koka bërthamore, kam bindjen që do të vazhdojë më tutje të përshkallëzohet dhe të përfshijë edhe vendet e tjera, jo vetëm brenda lindjes së mesme, por edhe jashtë saj, marrë në konsiderat këtu, si mund të themi, ambasadat e Shteteve të Bashkuara dhe objektet e tjera që janë të lidhura drejt për së drejti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjithsesi, nga koha kur ka qenë në një farë mënyrë një periudhë qetësie, Irani dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli janë përgatitur tashmë dhe e dinin se do të arrinte kjo ditë në të cilën do të kishte konflikt të hapur apo agresion luftarak, apo operacion luftarak si mund ta quajmë edhe ta emërtojmë. Në këto kushte, ata me gjithë kapacitetet e fuqishme të Shteteve Bashkuara të Amerikës, nga ajri dhe nga deti, por dhe të Izraelit, nuk ja kanë dalë do të mban të asgjësojnë përfundimisht gjithë arsenalin e shtrateve të lëshimit të raketave kategorive të ndryshme të atyre balestike. Përfshirë këtu edhe dronet kamikaz, që është bërë një problem jashtëzakonisht i madh, ky tashmë jo vetëm në konfliktin mes SBA, Izrael dhe Iran, por edhe në konfliktin që ka hyrë në vitin e 5 të zhvillimit Rusi-Iran, Rusi-Ukrainë, më fal. Kështu që në këtë kontekst kam bindjen që do të vazhdojë të zgjerohet dhe është e pamundur që pala mbrojtëse të marrë masa të tilla efikase që të mund të përballojë gjithë arsenalin, përfshirë atë raketor edhe të dronëve kamikaz të hedhura si në drejtim të Izraelit, ashtu edhe në drejtim të gjitha vendeve të tjera të lindjes mesme, pavarësisht faljes që kërkoi presidenti i Iranit ndaj vendeve aleate dhe mike të lindjes së mesme. Zoti Prenga, nga ana tjetër, mendoni se po shohim tashmë fillimin e një përballje të drejtë për drejtë pra mes dy fuqive më të mëdha ushtarake në rajon? Në mënyrë të padukshme kanë ndikimin e tyre, kanë përballjen e tyre dhe si mes Shteteve Bashkuara të Amerikës, Rusisë dhe Kinës në veçanti, por nuk besoj se do të arrihet të paktën në këtë fazë përballje direkte dhe konflikti drejt për drejt mes tyre. Paçka se ekonomia, sidomos e Kinës, është e afektuar drejt për së drejti nga gazi, nga nafta që kalon në ngushticën e Hormuzit dhe pjesa më e madhe e saj shkon për nevojat e ekonomisë së Kinës. Detyrimisht që ata do të gjejnë rrugë dhe alternativat e tjera për të siguruar këtë sasi nafte e gazi, por nuk besoj se ato do të futen në konflikt të drejt për drejt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo nuk mendoj se është faza apo momenti në të cilin Kina do të përfshihet në konflikt të drejt për drejt. Zoti Prenga, nga ana tjetër, fakti që një raketë arriti të depordojë sistemin e mbrojtjes ajrore ngre këtu sigurisht pra një pyetje të madhe. Mendoni se po ndryshon e gjithë balanca ushtarake tashmë në lidhjen e mesme mbas këtyre konflikteve? Në aspektin ushtarak e luftarak aq më tepër ka gjithmonë mangësi e boshllëqe, të cilat pas përfundimit të konfliktit ekspertët ulen dhe i analizojnë dhe shtylla e mësimeve të nxjerra si në një stërvitje aq më tepër në një operacion luftarak
është ajo të cilës do të jetë programi i punës për cilën do forcë të armatosë dhe për cilin do vend, nëse do që të kontribojnë në drejtim të sigurisë dhe mbrojtjes dhe të realizimit të objektivave në këtë fushë. Është absolutisht dhe ngelet një nga objektivat dhe detyrat parësore pas përfundimit të konfliktit, studimi, analizimi dhe masat paraprake të zhvillimit të kapaciteteve si në sulm, ashtu edhe për mbrojtjen. Gjithsesi, të gjitha llojet e kapaciteteve që zhvillohen në një vend siç është Izraeli, Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo vende të tjera të zhvilluara dhe që vërtet janë edhe të kërcënuara pavarësisht se në situatë ndodhen, kam bindjen që do t'i përkushtojnë shumë vëmendje të gjitha boshllëqeve që janë konstatuar gjatë një operacioni luftarak. Ndërkaq, zoti Prenga, Tel Avivi është goditur përsërish me raketën balistike iraniane, ndërsa ekspertë të shumtë kanë paralajmëruar se disa prej tyre mund të jenë modele të reja me teknologji të avancuar. A është ndoshta ky testi i ri i forcës së Iranit, apo nga ana tjetër kemi këtu një paralajmërim që për një konflikt shumë më të madh se ky? Gjithmonë teknologjia, si në çdo fushë të zhvillimit shoqëror, edhe ajo në fushën e zhvillimit ushtarak dhe të patjes së diferencave ose të bërjes së diferencave mes palëve është pjesa e teknologjisë dhe e avancimit të saj. Jam i bindur që edhe Irani në këtë kontekst që është rritur në një farë mënyrë në luftra e mes luftrave, ka punuar dhe ka investuar fuqishëm për të patur lloje dhe tipet të ndryshme të raketave balistike si një nga fuqitë më të mëdha mbi të cilën ai ka mbështetur reagimin si për mbrojtjen, ashtu dhe përkundër përgjigjen ndaj Izraelit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës në distancë apo edhe vendeve të rajonit ku deri tani ka përgatitur. Askush nuk mund na sigurojë që nuk mund të ketë goditje të tjera edhe në objektiva të tjera përfshi edhe Evropën. Kështu që këto janë dhe do të mbeten rrisqe, do të mbeten kërcënime për të cilat vendet respektive dhe strukturat ndërkombëtare duhet të jenë të përgatitur dhe të marrin masat e nevojshme për të minimizuar efektet në raste të tilla. Jam i bindur që edhe Izraeli që ka një nga më të veçantat në botë, do thosha sistemin e mbrojtjes raketor dhe të goditjes nga ajri, jam i bindur që edhe në llogarit që ata kanë deklaruar vetë nëpërmjet shtypit edhe konferencave, që ai nuk mund të arrijë të mbajë dhe të bllokojë, të interceptojë dhe të asgjësojë gjithë arsenalin e raketave apo të dronëve nga ajri. Detyrimisht që bëhen llogarit teorike dhe sistemi është zhvilluar mbi këtë bazë që 90% të sasisë së raketave apo të dronëve, po të fluturimeve nga ajri që i drejtohen dhe adresohen për Izrael të mund të interceptohen dhe të asgjësohen përpara se të prekin tokën apo objektivat ku ato janë adresuar. E qartë. Ndërkaq, zoti Prenga, nga ana tjetër presidenti amerikan Donald Trump e ka cilësuar Iranin si një tigër prej letre dhe nuk e përjashton mundësinë këtu të përdorimit të forcave speciale për të sekuestruar uraniumin e pasuruar të Teheranit. Si shihni të gjitha këto deklarata të presidentit amerikan dhe mendoni se ky është një paralajmërim ndoshta për një operacion të drejtë për drejtë ushtarak brenda Iranit? Unë mendoj që kjo është pjesë e propagandës dhe e motivimit të palëve, si nga pjesa e Iranit, ashtu dhe nga pjesa e Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo e tashmë njihet si një formë e përdorur, mënyra se si varet nga personi që bën deklaratën apo paraqiten para mediave dhe publikut. Unë nuk do ta gjykoja që është një tigër prej letre, për sa kohë sot jemi në 10 ditë që një goditje masive nga ajri, masive do thosh, edhe deti të gjithë objektivave, por përsëri ata vazhdojnë të rezistojnë e aq më tepër edhe të kundërveprojnë. Në këto kushte, unë do thosha që operacion masiv toksor nuk besoj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës as Izraeli do të jenë të përfshirë, por operacione, si mund të themi, kirurgjikale, pasi ata këta kenë zbuluar realisht se ku ndodhet kjo sasi e uraniumit të pasuruar, nuk përjashtohet mundësia që nëpërmjet forcave speciale të mund të organizohet një operacion i tillë për të marrë
sasinë e uraniumit të pasuruar dhe për të hequr mundësinë Iranit që në një të ardhme të shkurtër të mund të përgatis edhe të posedoj mbushjen apo kokat e raketave me mbushje bërthamore. Këtu vetëm këtë pjesë mendoj unë që është e mundur dhe është diskutuar, mund të jetë dhe në skenaret e mundshëm të veprimit të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Izraelit, dhe që në momentin kur ata ta shohin të arsyeshëm, pasi të jenë dobësuar, si thosh, objektivat ushtarake kryesisht dhe gjithë, si mund themi, infrastruktura e domosdoshme e drejtimit e leadershipit politike ushtarak të Iranit, jam i bindur edhe garda revolucionare në këtë mes që është kundërshtari më i ashpër dhe i flakt, kam bindjen që mundet të kalohet në këtë lloj operacioni të quajtur kirurgjikal me forca speciale të detajuar, të studiuar dhe të planifikuar jashtëzakonisht mirë, mund të futet në një kohë relativisht të shkurtër për të përmbyllur këtë operacion dhe për të hequr këtë mundësi Iranit duke i marrë uraniumin e pasuruar. Zoti Prenga, nga ana tjetër i gjithë ky skenar pra që Donald Trump ka hedhur në tryez, i cili mund të ndryshojë të gjithë ekuilibrat, mendoni se do të ishte hapi që ndoshta mund ta çojë rajonin drejt një lufte të hapur? Nuk besoj. Çdo ditë e më tepër Irani nëpërmjet kapaciteteve të tij dhe mënyrës së reagimit vjen duke u dobësuar, do thosha, kurse vendet e rajonit edhe ato pak që kanë qenë mbështetëse të Iranit kam bindjen që me gabimin që bëri Irani duke i goditur vendet e rajonit, vendet mike, vendet partnere, kam bindjen që i ka kthyer në të kundërtën e asaj që do të ishte dëshira e Iranit, pra ato nuk janë as pak në mbështetje. E vetmja mbështetje që mendoj unë se i ka ngelur në distancë e Iranit në Kina, për arsye edhe atyre që përmenda pak më lart për sa i përket aspektit ekonomik dhe furnizimeve mbi 90% të 20% në shkallë botërore që del nga ngushtica e Hormuzit, kështu që vetmja kjo është, kurse pjesa e Rusisë që e ka patur në mbështetje, kam bindjen që është më e tërhequr për shumë arsye e faktor, një nga të cilët janë marrëdhëniet dhe bisedimet që janë zhvilluar mes dy presidentëve, por dhe angazhimi i madh që Rusia ka tashmë për gati më shumë se 4 vitesh në luftën dhe në konfliktin luftarak me Ukrainën. E qartë. Nga ana tjetër, zoti Prenga, mendoni se po shkon për plasja drejt një betejë të drejtë për drejtë pra për pushtetin e Iran, pasi Izraeli kërcënon se do të godas çdo pasardhës së liderit suprem të Iranit, dhe nga ana tjetër kemi presidentin e SBA-s Donald Trump, i cili paralajmëron se lideri i ri i Iranit duhet të marrë miratimin e SBA-s. I gjithë ky operacion luftarak që ka nisur, kam bindjen që përveç arsyeve të tjera, jam i bindur që një nga arsyet dhe objektivat është edhe ndryshimi i regjimit, ose rrëzimi i regjimit. Aty regjimi nuk mund të rrëzohet dhe nuk mund të lidhet me një person, mendoj unë, për kohëzgjatjen e tij që nga 79-a dhe për objeksionet apo modelin e drejtimit të shtetit të Iranit, kam bindje që nuk do të jetë kaq e lehtë, do të jetë shumë e ellësh, shumë e komplikuar, sepse nuk varet tek një person. Edhe nëse një person, siç u ekzekutu lideri shpirtëror i tyre dhe mund të ekzekutohet edhe tjetri që sapo është zgjedhur, kam bindjen që do të jetë relativisht e vështirë dhe shumë e komplikuar që regjimi të mund të bjerë. Ajo mund të realizohet atëherë kur i ka hequr gjithë fuqinë dhe kompetencat e veprimit, si me konfliktin jashtë Iranit, ashtu edhe me vetë popullin e Iranit brenda për brenda, sidomos gardës revolucionare. Sepse ajo është që udhëheq, vepron dhe urdhron gjithçka në lidhje me Iranin. Ata janë besnikët, ata janë të indoktrinuarit, ata janë të cilët ekzekutojnë qytetarët e vet pa asnjë mëdyshje, ata që janë të ndaluar me gjyqe të përshpejtuara, ashtu edhe të tjerët që janë ngritur në protesta dhe janë të shpërndarë, sepse kanë një parim që vazhdojnë të shpërndarë në të gjithë territorin e madh të Iranit për të mund të parandaluar çdo lloj
kundërshtije apo ndërmarrje për të rrëzuar këtë regjim. Le të presim e të shohim nëse mund do të arrijnë të organizohen ata të pakënaqur që janë jo pak brenda Iranit, pasi ai përbëhet nga 20 entitete të ndryshme dhe përfshirë këtu edhe kurdët që janë edhe në Irak me shumicë, dhe ata kanë dhënë prova se Amerikani i ka përdorur në luftra të tjera të mëparshme dhe mundet që këta të jenë baza kryesore, si mu themi motori i lëvizjes dhe i veprimit me forca toksore brenda Iranit. Duke marrë zonat ku kalojnë, po qësa do t'ja arrijnë qëllimit, edhe të pakënaqur dhe kundërshtarët e tjerë të sistemit apo të regjimit në Iran. Nëse do të arrihet kjo, që ngelet për të parë në të ardhmen, kam bindjen që atëherë edhe mundet të realizohet rrëzimi i sistemit, ose si mund të themi që ka aktualisht Irani, dhe të mund të shpëtoj pa kaluar në një kaos apo luftë civile, për të mund të besuar që të hynë në një qeveri tranzitore dhe për një afat kohor prej 6 muajsh, siç edhe ka propozime të tilla për të krijuar mundësinë që brenda 6 muajve të mund të ndryshohet kushtetutat, të ndahet shteti nga feja, e shumë problematika të tilla që kanë sjell vendin në këtë gjendje dhe në këtë përplasje ose luftë, dhe më pastaj të organizohen zgjedhjet e lira demokratike, duke i dhënë mundësinë edhe opozitës që një pjesë është jashtë Iranit, por edhe trashëgimtarit të fundit të mbretit të shahut e Iranit që jeton me mbështetjet e tij në Amerikë. Pra, këtu në këtë formë mendoj se do të kishte një mundësi për Iranin dhe për iranianët për të patur një liri pak më tepër dhe një demokraci të brisht nëpërmjet realizimeve të ndryshimeve kushtetuese. Këto janë të lehta për të paraqitur si leksion, por janë tepër të vështira për të realizuar në terren. Le të shpresojmë se diçka do të ndodhë dhe regjimi do të bjerë dhe për vetë Iranin do të kemi një situatë tjetër. Zoti Brenga, nga ana tjetër, me gjithë të paralajmërime për të goditur çdo pasardhës pra të liderit suprem dhe në të gjithë këto momente kritike tashmë në këtë konflikt, cili është roli që po luan Izraeli? Izraeli ka dhe do të ketë një rol të jashtëzakonshëm për sa i përket jo për Iranin dhe të mbështetësit e proksit e tij, por për mbijetesën e vet. Pasi që në momentet që është vendosur në ato territore, në lindjen e mesme, do thosha, ka dhe do të ketë probleme, sepse Irani e ka shpallur armik të përhershëm dhe me të njëjtën monedhë është i detyruar të veprojë edhe Izraeli. Kështu që Izraeli jam i bindur që nëpërmjet shërbimeve të veta të fshehta, pra inteligjencës, ka informacion dhe synon të marrë çdo detaj në lidhje me informimin. Pasi siç e dim, media dhe informacioni janë një pushtet i veçantë që do të ndikojë në gjithë hapat që ndërmerr si Izraeli ashtu dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës në bashkëpunim të ngushtë me njëra tjetrën. Pra CIA dhe Mossadi janë dhe do të mbeten në bashkëpunim të ngushtë. Ata janë që japin objektivat. Pjesa tjetër pastaj e goditjes me raketa apo me forma të tjera nga ajri apo nga deti janë pjesa finale e realizimit. Por asgjë nuk mund të ndodhë nëse nuk jepen të dhënat e sakta dhe updatimi i këtij informacioni dhe të dhënat për të mund të ndjekur e për të gjetur në kohë reale objektivat të cilët shumica prej tyre, kur bëhet fjalë për udhëheqësit, janë objektiva të lëvizshëm dhe askush nuk mund të mendoj që e mori informacion dhe nga momenti informacioni që jepet deri sa përgatit për të goditur, ai mund të jetë zhvendosur dhe në këtë formë dështojnë operacionet të cilat jo rrallë kanë ndodhur dhe vazhdojnë të ndodhin. Mirë, zoti Brenga, për të mbyllur pyetja fundit, mendon se tashmë ka ende hapësirë për një rrugë diplomatike apo do të ketë një vazhdim të mëtejshëm të këtij konflikti? Unë mendoj se do të jetë me kohë të kufizuar konflikti. Kam bindjen nëse do të do të jetë në pamundësi për të reaguar që çdo ditë që kalon po i ngushtohet kjo mundësi Iranit,
kam bindjen që edhe ata do ta shikojnë si mundësi nëpërmjet ndërmjetësve së pari, siç janë Rusët, Kina apo dikush tjetër, që të shikojnë rrugën diplomatike dhe të ulës në tavolinë. Gjithsesi, kam bindje që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli, pa arritur objektivat e veta, nuk besoj se do të jetë e lehtë edhe e shpejt ulja në tavolinën e bisedimeve për të nënshkruar një marrëveshje. Nuk është më si aksioni 12 ditor i vitit kaluar, por kjo mendoj që është një fazë e dytë shumë më e rëndësishme, shumë më e thellë për të realizuar objektivat e veta që kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli, sepse jo vetëm ata, por kam bindjen që edhe vendet e tjera përjashtu Kinën, Korenë e Veriut, ndoshta edhe Rusinë, pjesa tjetër e botës janë pro këtij aksioni ose operacioni luftarak do ta quaja, pasi Irani do të përbënte jo vetëm për rajonin, por nëse do të arrinte të posedonte të mbush me bërthamore, atëherë të zhvillonte këtë lloj arme, jam i bindur që do të jetë problematik edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe për rajonin, përfshi edhe Evropën. E qartë. Mirë, zoti Prenga, kemi arritur në fund, ju falenderoj për gjitha informacionet. Ishte kënaqësi. Faleminderit juve. Faleminderit shumë. Mirë, të nderuar teleshikues, e shkëputim këtu këtë pjesë të parë dhe rikthehemi më pas në pjesën e dytë për të ndalur tek e njëjta temë me një tjetër të ftuar. Mirë, shikues të nderuar, mirë kthyer tashmë në pjesën e dytë ku do ndalemi sërish te konflikti në lindjen e mesme. Pra ashtu si e thamë edhe në fillim, një tjetër raketë iraniane ka arritur të deportojë mbrojtjen ajrore të Izraelit të godas pranë Tel Aviv, duke plagosur disa persona dhe duke shkatruar automjetet në vendngjarje. Kam të ftuar ditën e sotme për të diskutuar mbi këtë temë zotin Ardian Elezi. Zoti Elezi, ju përshëndes, kënaqësi. Përshëndetje nderuar, kënaqësi dhe për mua. Zoti Elezi, atëherë sa i përket konfliktit në lindje mesme, pra mendoni se ky tashmë është një incident i izoluar apo sinjali se konflikti mes Iranit dhe Izraelit po hyn ndoshta në një fazë shumë të rrezikshme tashmë? Absolutisht nderuar, duke pas parasysh dinamikat e zhvillimit të konfliktit, nuk mund ta quash të izoluar, po është në bazën e asaj fushate të nisur, po që kulmon me një ndryshim në kuptimin pas asgjësimit të liderit atë regjimit dhe zgjedhjes së liderit të ri, kuptohet luftimet vazhdojnë, por janë futur në dinamikat e veta të paparashikueshme në kuptimin e goditje dhe kundër reagimsi për të treguar që asnjëra palë nuk do të jetë e fituar në kuptimin pavarësisht avantazheve. Në sinjale dhe mesazhe që kërkon të japë regjimi i Iranit, e Ajatollahëve, është që ka si reaguese dhe ka godas edhe aty ku Izraeli ndihet më i fortë, në atë që quhet sistemi i mbrojtjes, disa stresore, kemi parasysh në atë aerodrom, Splinger dhe Naro, dhe të cilat ka fushata e goditjeve dhe luftimeve ka treguar që edhe ky sistem është i cungushëm në kuptimin e limiteve që ka pavarësisht mbrojtjes absolute, sepse strategjia e goditjes e Iranit është e tillë që duke aplikuar edhe zhvillime teknologjike në këtë sistemin e vet goditjes ka arritur edhe të penetrojë dhe ta cënojë atë mitin e pa për tepërtueshmërisë të këtij sistemi. Në vetë ky konflikt tregon që sulmet nuk kanë të sosur, ato do vazhdojnë drejt përfundimit të arritjes objektive secilët nga palët, qoftë Izraeli dhe Shebas, po ashtu edhe faktit edhe Irani, i cili po tregon forcë, po tregon aftësi reaguese dhe nuk i nështrohet këtyre sulmeve. Nga ana tjetër, zoti Elezi, mendoni se po shohim tashmë fillimin e një përballje të drejtë për drejtë mes dy fuqive më të mëdha ushtarake të rajonit, pasi një raketë balistike iraniane ka kaluar të gjithë sistemin mbrojtës izraelit dhe ka goditur pranë juglindjet të Tel Avivit, dhe tensionet tashmë në lindjen e mesme duket se po arrin edhe në një nivel të ri alarmi. Absolutisht nderuar, se mund të thuhet që deri
pak kohë apo dhe më parë, sulmet dhe goditjet midis Iranit dhe Izraelit kanë qenë të indirekte përmes proksave, ku Irani është goditur përmes proksave të Izraeli është goditur përmes proksave të Iranit, qoftë Hezbollahut apo në Gaza apo Houthit në Yemen, milicia shiite. Dhe tashmë ka kaluar në fazë të drejtë për drejtë këtij konflikti, ndani sulmet dhe goditjet që jepen nga Izraeli dhe kundër goditjet dhe reagimi që vjen nga Irani, i cili për hir të vërtetës duke testuar në këtë situatë konflikti dhe lufte ku teston edhe zhvillime teknologjike në fushën e armatimeve, Irani po teston edhe nivelin e rritë të këtyre raketave balistike me rrezet mesme dhe të gjatë, ku efektet e cilës po ndjehen, sepse kanë penetruar dhe thy edhe sistemet e mbrojtjes kundërraketore, qoftë ato arrot që janë me arëndomi që është i rrezet shkurtër, po ashtu edhe të Stinger dhe në arrot që tregojnë në një farë mënyrë që ky sistem po thyet dhe falë strategjisë operacionale të goditjes nga Irani, i cila po shumëfishon goditjet në mënyrë që të minimizojë edhe fuqinë reaguese të sistemit, i cili nga vetë natyra e tilla është që në një të njëjtën kohë mund t'i përballojë një valë të goditjesh të shumëfishta dhe kuptohet me një probabilitet jo shumë të vogël arrin të penetrojë. Dhe kjo ka qenë edhe ajo suksesi i sulmeve të Iranit në raport me atë po themi sistemet mbrojtje të raketore të Izraelit, por që në koha po e tregon që ky konflikt po futet në ekuacione të panjohura, kemi parasysh edhe zgjatjen e tij, por dhe faktin që nuk ka një strategji të qartë edhe dalse, sepse objektivat tashmë po ndryshojnë në kuptimin ato të cilët ishin deklaruar më parë, po themi u arritën, kemi parasysh azhesimin e liderit, po edhe goditjet në infrastrukturën po themi kritiket të Iranit për të adopsuar atë, apo për me qëllimin që të arrihet një change regime, i cili koha tregoi që nuk po ndryshon dhe për t'i lënë kohë me fjalë edhe arritjes së objektive të tjerë, dhe kjo do kuptohet edhe një strategji tjetër përposa asaj të cilët janë shpalosur, në kuptimin e goditjeve raketore, goditjeve dhe sulmeve ajrore, por edhe për të minimizuar dhe reagimit e sistemit të mbrojtjes dhe goditjes të Iranit. E qartë, zoti Rezikana, tjetër mendoni se po ndryshon balanca ushtarake në lidhjen mesme, pasi kjo është pikpyetja e madhe që ngrihet mbasi fakti që një raketë arriti të debordojë sistemin e mbrojtjes ajrore? Kur themi për balancë ushtarake, kemi thënë nga anon peshorja e fuqisë në këtë konflikt. Për hir të vërtetës kemi një supremaci, nuk vihet në dyshim absolutisht supremacia amerikane, e cila është përfshi këtu në mbështetjet e Iranit, po të arritjes objektiva që Shtëpia e Bardhë dhe presidenti Trump ka thënë për ndryshimin e regjimit, largimin dhe sekuestrimin e këtij uraniumit, por nga ana tjetër edhe ato objektivat e tjerë të Izraelit për azhesimin e leadershipit politik të Izraelit, të Iranit, por që don pavarësisht këtyre objektiva dhe kësaj force që tregon në farë mënyrë avantazhin e Izraelit dhe të Amerikës, kemi edhe një reagim të Iranit, i cili ka testu sistemin e mbrojtjes, ka arrit penetrojë duke godit Tel Avivin dhe po themi qendrën kryesore vendimarrëse politike, sociale dhe ekonomike të Izraelit, për të treguar që forca e saj ende është, që ka një forcë dhe një fuqi të cilat pavarësisht avantazhit që ka Izraeli dhe SBA-ja së bashku, ky është në gjendje për të reaguar dhe për të treguar që ende ma këtë balans, por që në terma afatgjatë është shumë vështirë për të thënë që kush do të jetë i mundri i madh apo fituesi kryesor i kësaj lufte, sepse lufta ka disa të papritur, të cilët diçka
fjalë që në këtë zonë diçka e pakontrolluar që mund vije sidomos në një gjendje në cilën ndodhet Irani mund të bëjë hatan në kuptimin e asaj arsenalit të madh ushtarak që zotron Irani, i cili mund kesh përdoret nga forcat dhe grupet të cilët janë jashtë kontrollit të sistemit apo e cila mund të përshkallëzohet edhe duke ndikuar edhe në gjithë shtetet e rajonit dhe si tillë kjo tregon në farë mënyrë që kjo balanca e fuqisë apo balanca ushtarake nuk mund të jetë në mënyrë absolute në dorën të njëjtit të palë në rastin konkret Shebaz dhe Izraelit pas parasysh edhe fuqinë dhe ndikimin që ka në këtë konflikt të Irani, forcën e saj, e cila edhe këto ditë konflikti tash konflikti është në ditën e 10 pas vrasjes së Ayatollah Khomenit dhe forca reaguese e Iranit është dhe ajo është ndjeje jo vetëm në këto goditje ndaj i Tel Avivit dhe qytetet të tjera të Izraelit, por edhe në vendet të tjera të Gjirit Persik, të cilët qoftë në Bahrain, qoftë në Katar, qoftë në Emirate, qoftë në Arabi Saudike, në Irak, po sikundë edhe në Oman, në Oman që ishte dhënë një strategji e tillë për të treguar që Irani ka forcë për të ndikuar edhe në balancën e ushtaraket të këtij konflikti. E qartë. Zoti Lezi, nga ana tjetër, mendoni se ky është i gjithë një test i ri forcës së Iranit, po i shuaj apo ndoshta paralajmërimi për një konflikt shumë më të madh? I nderuar, fakti që Irani po reagon dhe po qëndron tregon në farë mënyrë është edhe test i forcës dhe qëndrueshmërisë të tij, i cili pas goditjes që mori në zemrën e vet se sistemi me goditjen e kujt me azhësimin e liderit kryesor të Ayatollahut, por edhe të gjithë qendrave të tjera vendimarrëse institucione, qoftë Këshilli i Turdhve apo Asambleja e Ekspertëve që ishte strategjinë goditje të Izraelit në bashkëpuntim me SHBAN apo infrastrukturës të Gardës Republikane, sikundër edhe gjithë infrastrukturës tjetër energjetike, tregoj që Irani po reagon dhe ka një arsenal të madh sistemesh raketore, madje së fundi po i teston ato të cilët janë më të avancuara dhe fal këtij reagimi po themi që Irani po tregon forcën e vet që nuk po nënshtrohet dhe nuk mund të bindet një verdikti të imponuar në kushtet në një shteti sovran që është. Dhe këtu është në drejtën e tij legjitime për të vendosur vetëm i fatën e tij, por nga ana tjetër tregon në farë mënyre që ky konflikt është shumë vështirë për të dhënë një zgjidhje definitive thjesht vetëm në situatën në cilën ndodhet pa u alternu edhe me skenar të tjerë në kuptimin e opsioneve që mund të jepet për zgjidhje definitive të tij, sepse edhe vetë SHBA është një gësht për hir të vërtetës, shtëpia e bardhë, për aq kohë sa që ato objektiva të synuara nuk u arritën dhe tenton të avancojë më tepër duke dhënë sinjale dhe mesazhe edhe friksuese, por edhe duke tentuar që edhe duke hedhur në tezën e një penetrimi apo një sulmi toksor, sikundër edhe Izraeli nuk është i mjaftueshëm thjesht vetëm me azhësimin e Ayatollahut, por që do që ky regjim të ndryshojë. Dhe koha të tregon që regjimi po mbijeton, regjimi ka aftësi reaguese dhe mbijetuese dhe është shumë e vështirë për të thënë që skenari i përfundimtar i luftës në tilla kushte do të jetë afatshkurtër, pa ai do zgjas dhe do haj kohën e vet, sepse janë edhe faktorë të tjerë jashtë atyre të cilët janë përfshirë direkt, të cilët marrin vendime dhe qëndrojnë në hije në këtë situatë konflikti. Dhe si tillë në analizë të gjithë këtyre elementeve, këtyre faktorëve, sikundër ajo që varet më së shumti është vetë Irani, aty do të përcaktojë fatin e tij se si do të jetë ardhmja e këtij vendit, do të jetë edhe skenari i luftës apo i çdo gjëje që lidhet me këtë konflikt. Nuk do të jetë thjesht vetëm dorën e Amerikës dhe Izraelit. Zoti Lezi, nga ana tjetër kemi edhe paralajmërimin e Donald Trump, i cili nuk e përjashton përdorimin e forcave speciale për të sekuestruar uraniumin e pasuruar të Teheranit. Si e shihni, mendoni se do të ketë vërtet një operacion të drejtë për drejtë ushtarak brenda Iranit?
Ndëruar, do një farë mënyre, ky është operacion ushtarak toksor, në sensin e asaj, kur pa që nuk funksionoi, po themi, nuk arritën rezultatet e dëshiruara me atë që operacionin kirurgjikal që bëri SBA-ja me asisimin e liderit të Llakomenit, po edhe gjithë infrastrukturës dhe zinxhirit të komandës dhe të kontrollit, dobësimin e saj, tregon që ende këto arsenali i, po themi, i uraniumit administrohet nga Irani dhe si tillë për të arritur këtë objektiv final, po madje unë nuk do të besoja që ky është objektivi final, po është, po them, manteli me të cilët fshihet çdo qëllim apo objektivi i SBA-s dhe shtëpisë Barr në këtë lloj konflikti, sepse absolutisht askujt nuk mund t'i mohosh të drejtën e tij për të pasuruar, për ta përdorur uraniumin apo ato që lidhen me prodhimin e tij për qëllime civile dhe për ta përdorur një casus belli për një skenar lufte. Por besoj që skenari i ndërhyrjes toksore është i dështuar për hir të vërtetë, duke pas parasysh të thellësisë strategjike, karakteristikat e relievit të Iranit, një vend, po themi, me karakteristika malore, në perëndim të saj që i favorizojnë në çdo lloj ndërhyrje, dhe e cila ka dhe një shtrije dhe thellësi strategjike të tilla se kërkon një korpus të madh operacional, forcash toksore, po ashtu ajrore, detare, të cilat në kushtet e shtetit si Irani është shumë vështirë për ta pushtuar atë dhe do të kërkonte miliona ushtarë dhe forca dhe kuptohet edhe dëmi dhe kosta do ishte shumë e lartë dhe vjen balans kosto-përfitim në çdo lloj skenari ndërhyrje, sidomos në këtë konflikt dhe në këtë fazë që është. Dhe mendoj që është një po themi në kuptimin e një mesazhi apo skenari deterrence që përdor për të alternuar presionin diplomatik atë politik ushtarak edhe me këto tezat e hedhura për një ndërhyrje ushtarake të kufizuara që është karakteri të ndërhyrjes kirurgjikale, po në funksion të një qëllimi që ka të bëjë me sekuestrimin e uraniumit. Po nuk besoj që do të arrijë, do të ketë sukses, sepse koha dhe historia e konflikteve kanë treguar, sidomos në eksperiencën e SBA-s, se sa herë që ka pas skenar ndërhyrjes toksore kanë qenë po themi rezultatet kanë qenë kundërproduktive, kemi parasysh që janë përkthyer një numër të madh të vrarësh, dëm ekonomik, po sekundë bilancet kanë qenë jo favorizuese në sensin e analizës totale të tyre dhe generalet e luftës tashmë ja kanë thënë qoftë Trumpit, po janë shkruar në historinë e SBA-s të gjithë këto konflikte, qoftë në Kore, qoftë në Vietnam, apo gjithandej që kanë ndodhur në Afganistan, në Irak, ndërhyrjet toksore kanë qenë, po themi siç e thash, kundërproduktive dhe nuk këshillohen, sidomos as më tepër në një situatë si është gjendja në Irak, në Iran, e cila nuk e favorizon asnjë fuqi për një ndërhyrje, madje ky do ishte kurthi më i madh që mund t'i bësh SBA-s, po të penetronte me trupa ushtarake toksore në Irak dhe për mendimin tim, në bindje personale, ky do ishte gabimi më i madh i presidencës Trump, do ishte fillimi i fundit të tij dhe karrierës politike, në sensin e asaj të cilët do të korte, pavarësisht dëshirës të madhe, por që kjo në farë mënyrë do ishte një dështim i SBA-s, dhe mendoj që nuk do të realizohet si skenar, pavarësisht testimit që bëhet edhe për të përcjell mesazhe paniku, por edhe për të shtuar dozën e presionit ndaj klasës politike, po gjithë institucioneve të Iranit sot atje. Zoti Lezi, sa i përket këtij konflikti, sa rrezikshme është tashmë situata për tregjet globale dhe për furnizimin me energji? Absolutisht e nderuar Dan, edhe thelbi i konfliktit për hir të vërtetës, për te arsye që thuan janë pikërisht të tregjet globale dhe kontrollin e këtyre tregje, për shkak të faktit që çfarë përfaqëson këto tregje Irani, është edhe kuptohet Irani në një pozicion gjeostrategjik për shkak të edhe gjeografisë së vet, dhe gjithë aty janë të burgosit e gjeografisë në kuptimin e asaj që thot Tim Marshall, një gjeostrategjist i njohur, dhe çdo qëndrim dhe vendim që merret nga këto shtete janë të kurzuar pikërisht edhe nga pozicioni i saj gjeografik dhe atë që përfaqëson gjeografia dhe lidhur me të edhe politika si determinante e saj, ku arsetet kryesore si është nafta dhe gazi i lëngshëm aty që dhe ku qarkullon rreth 20-30% e gjithë këtyre burimeve për këto tregje globale, kemi parasysh
destinacionin fundor, qoftë në lindje në Kinë, Indi, në Japoni, në Kore, po si kundër edhe në tregjet e tjera europiane përmes ngushticës së Hormuzit dhe ngushticës Bab el-Mandeb, të cilat në një mënyrë kanë një kontroll relativ të Iranit, mes gardës republikane, po si kundër edhe vullësit në mend dhe efektet e ndikimit të luftës kanë treguar tashmë se kemi një bllokim të këtij konflikti dhe një levrim i kontrolluar të gjithë qistërave dhe anijeve që ka shoqëruar edhe në një rritje të çmimesh të naftës në tregjet globale, të rritjen ka treguar edhe indeksi i çmimeve në shumë bursa, qofshin ato aziatike lindore, po ato edhe të evropiane, dhe kuptohet efektet janë të shumanshme, jo vetëm në rritjen e çmimit të naftës, dhe kur flasim për çmimin e naftës, nafta është po themi elementi kryesor i gjithë kostës prodhimit, po i tregtimit të mallat dhe produkteve, dhe në logjikën e kontabilitetit çmimi i një malli apo produkti, element thelbësor saj ka edhe çfarë ka dhe transportin, po ka dhe të tjera në produkte që variojnë, që lidhen me naftën, dhe si tillë në kushtet e rritjes çmimit të naftës, për shkak të rritjes transportit, do të rëndonte indirekt edhe në rritjen e çmimit të mallave dhe produkteve shoqëruese, po edhe gjithë zinxhirit furnizues, që ndikon edhe në ekonomitë, jo vetëm të çdo vendi që të importon, po edhe aty të në kushtet e globalizmit të eksport-importit. Dhe si tillë efektet do të jenë të mëdha dhe janë ndier si tilla. Një rritje e çmimit të naftës tashmë ka në nivelin $120 për fuqi, dhe në rast se do të kemi një përshkallëzim të konfliktit në nivel më të lartë, më të gjerë, dhe përfshirjen për shkallëzimit të këtij konflikti në gjithë rajonin, kuptohet edhe ndikimi do të jetë më i lartë në çmime, rreth $145-150 për fuqi, që afekton në farë mënyrë rritjen e çmimit të mallave dhe produkteve dhe gjithë zinxhirit furnizimit që varen nga këto eksporte dhe importe. E qartë. Mirë, zoti Rezi, për ta mbyllur, ndërkaq mendoni se do të ketë një vazhdimsi të këtij konflikti, apo kemi ende hapësirë pra që ky konflikt të zgjidhet në mënyrë diplomatike? Ndërruar, kjo varet nga objektivat e palëve ndërluftuese. Në rastin konkret, çfarë synon SBA-ja dhe Izraeli nga një anë, dhe ashtu dhe Irani, dhe kuptohet edhe përfshirja dhe aktorëve të tjerë të cilët kanë interesa drejt për drejt apo edhe indirekt në këtë konflikt, apo me vendet që lidhet ky konflikt me gjeografinë. Kemi parasysh tu Rusinë, po edhe Kinën, po edhe vendet e tjera të rajonit, të cilët nuk do të dëshironin që ky konflikt të zgjasë, sepse çfarë zgjatja e këtij konflikti do të pasjellë edhe një krizën gjithanshme ekonomike, politike, po edhe sociale në gjithë vendet e rajonit. Kemi parasysh lindjes mesme, po ashtu edhe Turqinë, dhe përmes saj edhe në dyert e Evropës, për shkak të ndikimit që ka kriza e refugjatëve. Dhe mendoj që SBA-ja do të parë një objektiv dhe qëllimi i strategjik i SBA-s të vlitë të deklaruar tashmë përmes Shtëpisë Bardhë dhe presidentit Trump, i cili në mënyrë kategorike urdhëron një ndryshim regjimi në kuptimin e emërimit, do dëshiron ta shohë regjimin e regjimin e Iranit si diçka që komandohet, dhe me miratimin e tij dan lideri i ri i sapo zgjedhur, i cili është pasardhës i regjimit djali i Ayatollah Ali Khameneit, Khamenei, i cili po themi është vazhduesi vish ashpër dhe tradicionale të regjimit, si për treguar që Irani do të qëndrojë dhe nuk do të bindot të ushtrojë sovranitetin e tij në mbrojtje të integritetit territorial dhe të regjimit, forcë regjimit, cili bazohet në ato shtyllat e saj, qoftë në Gardën e Vjetër Republikane, të revolucionare, në Asamblenë e besuarve të vetë, Këshillin e Sigurimit të gjithë shërbimin inteligjent saj, po sikundër do të synojë dhe të garantojë dhe kohezionin e brendshëm social atje, duke pas parasysh që përbërja më e madhe po themi etnike e Iranit, e cila është në gjithë identitetin kombëtar dhe bërthamën janë persë, rreth 60%, sikundër dhe pjesa etnive ka nuancat po themi konformiste, pavarësisht pakënaqësive, duke qenë parasysh
si janë persë në shumicën e tyre, pavarësisht dallimeve, sidomos nga kurtët apo azerët, të cilët kanë pakënaqësi dhe mund të shfrytëzohen si të tillë për qëllime instrumentalizimi. Në aspektin e interesave që ka Izraeli është, kemi thënë, një shtet sanguin, kuptimin e gjithmonë kërkon konflikt, një shtet I cili synon të zgjersojë konfliktin edhe aty ku e ndjen ai që e ka, si tillë kjo ka qenë strategjia goditëse e Izraelit, I cila çfarë ka synuar azhësimin e gjithë sistemit komandës dhe kontrollit të Izraelit, të Iranit. Kemi nisi këtu tashmë me proksat e vet, duke gradualisht I azhësoj dhe neutralizuar saj për të ardhur te qëllimi final I azhësimit të regjimit, leadershipit të regjimit me azhësimin e Ayatollah Khomenit, sikundër neutralizimit dhe dobësimit të gjithë sistemi, duke godit Këshillin Presidencial, presidencën, gardën e revolucionare, po sikundër edhe duke tentuar për të prish kohezionin e brendshëm përmes inkurajimit protestave dhe reagimit të brendshëm të taj. Por edhe mesazhet që ka dhënë vazhdimisht Izraeli, I koordinuar këtu dhe në bashkëpunim me ato ushtarake të SHBA-s, është azhësimin të leadershipeve politike në kuptimin e goditjeve të gjithë atyre të cilët përbëjnë kërcënim për të, por edhe të cilët në një farë mënyrë garantojnë vazhdimsinë e pushtetit në Iran dhe si tilla ai goditje janë sablene e besnikëve apo të besuarve të cilët janë ato të cilët janë filtri I parë I përzgjedhjes së liderit Ayatollahut, liderit të ri, sikundër Garda Revolucionare, Islamic Revolution Guardian Corps, IRFG në akronimin e vet, po sikundër ka dhënë mesazhe kërcënuese që do të azhësoj çdo lider të ri, përfshirë edhe këtë pasardhësin, I cili e përbën kërcënim për regjimin e Izraelit. Kemi parasysh që agenta iraniane në raport me Izraelin ka qenë për hir të vërtetë një agent gjenocidale, në kuptimin e saj që ky regjim ka deklaruar shfarosin nga hartat e Izraelit dhe si e tillë parë këndvështrimin e Izraelit, ai shifet si kërcënimi kryesor dhe kjo vijë ashpër e qëllimet e tyre ndaj Iranit do të vazhdojë alternuar këtë dhe me sulmet që do t'i bëjë ushtaraka Amerike në kuptimin e sulmeve ajrore, por edhe ato detare dhe kuptohet të alternuar kjo edhe me këto goditjet, po themi, ndaj zinxhirit komand kontrolli dhe leadershipeve politike, ke parasysh Izraeli ka strategjinë e vet goditjen e individit dhe personit me qëllimin e asaj që përmes tij do bie kur bie koka do bie gjithë zinxhiri komand kontrolli të gjithë trupi, por që në rastin e një shteti si Irani, po jo vetëm Tirani, në një konflikt të gjatë koha ka treguar që natyra e këtyre shteteve kanë një lloj asimetrie në kuptimin e organizimit brendshëm dhe aftësi reaguese dhe forca e tyre mbijetuese edhe udhëheqës dhe komandës është deleguar në disa pasardhës edhe si tillë ato kanë edhe një fuqi të tyre vendimarrëse dhe operacionale edhe në kushtet e një autonomie po themi vendimarrëse dhe në një farë mënyrë kjo periudhë tranzitore e cila në vetvete shifesh si një lloj vakumi pushteti për shkak të vrasjes së Ali Khomeinit tregon një farë mënyrë që në Iran forca reaguese ekzistoi, ka fuqi po themi dhe arsenal ushtarak dhe operacional në mënyrë që ti përball po themi edhe këtyre goditjeve të ardhura qoftë nga SHBA dhe nga Izraeli. Qartë. Mirë, zoti Rezi, kemi arritur në fund, ju falenderoj për gjitha informacionet. Të përshëndesim, nderuar kënaqësi për ftesën. Mirë, shikues nderuar, kemi mbyllur këtu për ditën e sotme, bashkë do të shihemi sërish nesër me tjera tema deri atëherë. Mirupafshim.